Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave, patjetër që do të vijonim një të shtunë tjetër, me një emision tjetër të ftuar të tjerë pa diskutim. Edhe uroj të gjithë dëgjuesit nga valët 92 MHz Radio Shkodrës, kaloni një fundjavë sa më të bukur dhe gjithmonë pranë valëve tona, gjithashtu edhe të shikuesit të kanalit RTS Shkodra. Sot të ftuar në studio faktikisht kam një djalë simpatik, pse jo? Edhe por një djalë i cili sjell diçka krejt të veçantë, një revistë të re e cila promovohet për herë të parë, e cila botohet për herë të parë nga kisha e Dajçit. Dhe sot për prezantimin e saj ne kemi të ftuar Manuel Gjokan. Manuel, mirë se erdhe. Ariol, mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, është kënaqësi me kënë me ju në studio. Më vjen mirë që thua shkënaqësi, bashku kena kënë studio edhe një herë tjetër, po flasim pak shumë miqësisht me njëri tjetrin, por atëherë më ke thënë mos më bën shumë pyetje. Nuk e di sot se si do t'ja dalim, por di si do t'ja dalim bashkë, ka ndryshuar gjendja. Faktikisht unë sot kam në dorë Lumej uji të gjallë. Është titulli i një reviste. Më vjen shumë mirë kur promovoj revista. Gjithçka nis me një revistë dhe faktikisht të gjitha këto revistat që kanë pas një zanafill të herë kanë kaluar nëpër durët e frejtënve të kishave, pothuajse botimet e para kanë qenë nëpër kishat franciskane ose me prekjen e frejtënve më përpara, të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në formulimin e çdo reviste të hershme, qysh nga kohët e para të revistës Albania e shumë të tjera. Realisht, edhe kjo vjen nga fshati i Dajçit, ngjitur krejt me Shkodrën, ne kena krejt afër fshatin e Dajçit, por që kjo dioqej sjell me të vërtet një revistë tepër të bukur, që ja kushton shumë çka, faktikisht nuk është krejt fetare, është edhe kulturore, edhe kjo është arsyeja pse ti sot në studio. Si lini ideja e kësaj reviste? Në fakt ideja e revistës, që është edhe botimi i parë i gazetës së famullisë, ka lind nga ideja e famullitarit tonë, Don Dritan Docit, që gjaj rastin me falenderu. E mas idesë se ti ka gjetë një bashkëpunim shumë të mirë nga të rit, ka gjetë një gatishmëri për ta vazhdu për ta nisë, sepse e menduam që ka një rëndësi të veçantë, sepse gazeta, revista mbet gjithmonë, pra pasohet edhe breza të tjerë në vazhdim. Është diçka e mirë sepse promovon, siç e thatë edhe ju, jo vetëm aspektin fetar, por atë kulturor historik që ka famullia e Dajçit, edhe ndoshta jo të gjithë janë të fokusuar ose i dinë rreth aktiviteteve. Një gazetë që mbet aty është gjithmonë si një dritare hapur, por edhe një pasqyrë për ato aktivitete që bën famullia e Dajçit. Fjala ishte e para, thot Bibla, edhe vijon fjalat mbetet e para. Edhe mua më gëzon shumë ky fakt faktikisht që nga një zonë jo fort larg Shkodrës, tashmë do ta kena edhe një gazetë, revistë, si dush mund ta quajmë, do ta kena edhe në këtë mënyrë, qoftë edhe të printuar, por ajo ka me kanë edhe online, pa diskutim. Edhe në platforma të ndryshme si mund themi ndoshta Facebook-it të MG, apo thjesht media online. Është gjitha mediat që ka famullia, pra qoftë atë Facebook, Instagram që ndiqet besoj nga gjithë pjesëtarët e famullisë. Dhe besoj aty edhe jo vetëm. Patjetër, edhe besoj edhe kjo është një mundësi e mirë sepse jo vetëm ato që jetojnë në famullinë e Dajçit mund ta lexojnë, por edhe një që jeton ndoshta për te kufive. Për te kufive dhe ka afër ta lexojë, ndoshta një si një pjesëtar i famullisë kur lexon promovimin që i bën famullia aktiviteteve të ndryshme. Cili është kontributi jot në këtë revistë ose në këtë gazetë? Edhe pse të lini kjo dëshirë që ti je se zvan një person që kontribuon në diçka të tillë pa e marrë formimin tan profesional tashmë, për cilin do të flasim pak më vonë. Në fakt kontributi im ka qenë ajo e një momenti të rëndësishëm që ka pas famullia e Dajçit, ndrimin e famullitarëve, sepse Dom Dritani ka vetëm pak muaj që është emëruar në famullinë tonë dhe përshëndetje me Dom Gjovalin që ka shërbyer për 8 vite, që është një rast për me falenderu për gjitha shërbimin e kontributin e tij në famullinë tonë. Kjo ka qenë kontributi jam pak. Patjetër jam bashkuar me dëshirën shumë të madhe sepse kjo është edhe në zanatin profesorin tim, edhe patjetër e kam prit me një ritëm të mirë. Edhe besoj jo vetëm unë personalisht, por edhe gjithë pjesa tjetër e redaksisë që jemi diku 8-9 persona, kena pas një këtë gëzim, një këtë zell për me vazhdu, për me nisi shka të mirë që besoj ka me lanë gjurmë. Jo vetëm në famullitar, por edhe në dioqez, sepse pra po bëhet një redaksi për 8-9 vetësh, të cilët kanë një zell për me sjell një diçka të tillë realisht, edhe kjo nuk është gjë e vogël. Sidomos sot. Gjithë secili punon në atë aspektin e vet, pra ne kur kemi nisur gazetën e famullisë, ka qenë ideja Dom Dritanit, pastaj kemi bën një takim
si mund me realizu. Takimin të pastaj kemi bërë për mendarjen e punës. Pra çdo cili është taktu një punë dhe Cila ishte puna jote, Manuel? për me marrë me temën e parë që është në fakto ndrimin e familjitarëve. Ndrimin e familjitarëve. Ka goxha tema, përfshin goxha tema të trajtume në botimin e saj të parë. Po përmendni vetëm disa, linjën e Krishtit dhe efekti i saj në bashkësi. Kena një temë krejt veçantë çana arditore për fëmijë, e cila quhet Maria Tuci. Një nga martirët e vetme shqiptare që kena, por sa është krenari është edhe dhimbje realisht se ti je martir, është një devotshmëri tjetër, është një person që i dedikohet me mishë me shpirt të vërtetës, por përveç kësaj ajo kalon një kalvar tepër të madh të vujtjeve në regjimin komunist. Ka 5 vite më shumë që është hapur pra kopshti për fëmijët, që është pagzuar me emrin e Maria Tuci sepse ka qenë vetë modër sigmatine, sikur ato që shërbejnë sot në Dajç, jo sot po ka shumë vite. Pse lidhen, pse vunën emrin Maria Tuci? Sepse ishte vetë kongregatës modër sigmatine. Edhe besoj se është të qenë se është vetëm martire, siç e thatë dhe ju, duke ka pas një peshë, një rëndësi në martirët që ka pas kisha. A ka fëmijë në këtë qendër? A shkojnë fëmijë? A frekuentojnë fëmijë? Kjo qendër ditore është hap duke mbështetë të tanë fëmijët, pra pa dallim feje, krahinë, çështja sociale. Ashtu siç bajnë pjesa më e madhe e qendrave ditore të hapuna nga familje të ndryshme, qoftë edhe në qytetin e Shkodrës, edhe në fshatrat përreth. Absolutisht pa dallim feje, ata akomodojnë fëmijë të ndryshëm dhe jam e gëzuar sepse edhe unë kështu kam pas rritjen e fëmijëve të mi, pa dallim feje, pa asnjë problem për me i sjell në qendrat ditore të familjeve të ndryshme. Mirë sepse prindërit aty akomodohen më mirë kur është afër morgeshave, pra ata kujdesen nga mëngjesi deri në drekë për fëmijët, pra një farë pikë bëhen bashkëpunëtore me ta punojnë dhe ndihmojnë edhe fëmijët të rriten dhe patjetër ka edhe fëmijë sepse është ndarë në dy klasa, ato që janë pak a shumë 3 deri në 4-5 vjeç dhe ato që janë 5-6 vjeç para shkollorët. Pra punojnë të gjithë modrat. Që është një nga fshatrat që unë kam pikë të dobët realisht. Pikë të dobët nga vetë turizmi që ato tashmë promovojnë me anë të luleve dekorative, është një biznes i jashtëzakonshëm në këtë fshat që familje të tëra mbahen me këtë biznes. Por pranë këtij fshati kalon lumi Vuna. Edhe është një pjesë që unë kaloj verën teme dhe unë jam tepër e lumtur që e kaloj aty me një qetësi absolute, me një panoramik të jashtëzakonshme, por edhe me një mikpritje krejt të veçantë, Manuel, edhe së bashku mi dhe taku disa herë verës. Dajçi mejtet ai fshati që vazhdon me keni popullum, por tashmë është i hapur edhe për turizmin apo jo? Po, në fakt siç e thatë ju vetë mikpritja që ka Dajçi, traditat e mira që ka bërë moshtridhen këtë territorin paktën për turizmin. Jo verë, por edhe jo vetëm kjo, edhe verët e tjera ka pasur turistë që kanë ardhur nga gjithë bota. Edhe në fakt për vetë faktin që Dajçi çdo fshat e ka lumin Mazderi, pra është buna Mazderi, kështu që patjetër që ka me potencial të mirë të madh turistik. Përveç asaj mikpritjes edhe dashurisë që të ofron zona dhe banorët e saj. Pas kena në një prej faqeve të kësaj gazete, mesha e parë Sukat Dajçit dhe ngjarje të tjera. Çka i dedikohet? Mesha e parë, pse mesha e parë? Se po ta lidhim me meshën e parë në të gjithë Shqipërinë dalim ndrysh, mas pjego disi. Mesha e parë është kremtuar pas rënies së regjimit komunist. Dhe aty është kremtuar në Sukat të Dajçit, nga një frat i cili me një devocion të madh atëherë kur gjithë e prisnin, aty bile kemi shoqëruar me një foto ku të gjithë e presin devocionin për meshën shajte, sepse Dajçi ka një devocion të jashtëzakonshëm për fen. Edhe duket sikur regjimi e mbajtur të mbyllur ose në kurth fen, pas asaj ngjarje të rëndësishme, mesha e parë besoj se ka lënë gjurmë të forta për çdo besimtar të zonës, që edhe janë disa gjallë që e përjetojnë me gëzim të madh atë ditë, por e kanë pasur edhe një farë pikë si një etje të madhe për me pa një herë meshë. Për shembull kam takuar shumë nëpër zonë që thoshin faleminderit Zotit që kanë pasur mundësinë me pa një herë meshë para se me vdek, sepse regjimi komunist i tillë ishte, nuk ditë se kur po mbaronte, se sa do të zgjaste. Dhe patjetër e kuptuam edhe ishte me vend që ka një vlerë të veçantë për me. Duke marrë parasysh moshën tënde, e kuptoj që regjimin komunist nuk e ke cek. Edhe as gati
gati nuk ja ke idenë, thjesht nga gojdhana, qoftë edhe nga leximet dhe përjetimet e familjarëve. Dhe ty tash përcjell një gjë e tillë, por tashmë unë po e shoh që ti je angazhuar edhe në familje edhe duke qenë i angazhuar ti ke dëgjuar përjetimet e priftrive dhe jo vetëm, por besimtarëve të ndryshëm patjetër. Si vjen për ty ky regjim? Jam shumë kurioze realisht sepse duke qenë ti një brez tjetër, si vjen te ky brezi që nuk e ka cek as pak regjimin. Unë i përkas atij brezi që isha në gramat e fundit të këtij regjimi, do të thënë kur arritëm e kuptu regjimi ishte në gramat e tij të fundit. Ti je ai brez që nuk e ke cek absolutisht. Si ka ardhur përmes te rrëfenja që ti ke edhe leximet që ti ke bërë, po si ka ardhur tek ti edhe më vjen mirë që ti e lançon edhe që ti e thuaj edhe që ti e pranon, sepse ka të brezit tan që ju duket gati edhe e pabesueshme. Në fakt, unë i ati brezit jam që nga njëherë kur na tregojnë prindërit paraardhësit tanë çfarë kanë vujtur, torturat e tmerrshme, se si ka diskriminuar regjimi, na duket pak a shumë si një fabull që kur ndodhi si u bë. E në fakt, duke lidhur konkretisht me meshën çajte, me aspektin fetar, jo vetëm ata që kam lexuar, por edhe ato gojdhana që kanë qenë të shumta, të mëdha nga Dajçi, është një emancipim që ndoshta edhe na tregon se feja sa do mbyllur të jetë, sa do ta mbash çelist mbyllur, prapse mund të më përçu sepse është brenda zemrës tane. Pra këtë aspekt përçohet, depërtohet edhe kuptohet. Me jetu, është feja është e gjallë, për arsye edhe kur komunizmi duket se ta imponon për jo, ti je prapë që triumfon. Do të thonë përmes fesë ndoshta ti e ke kap thelbin se kjo ka ekzistuar. Po, edhe njerëzit e devotshëm realisht janë ata që e dhanin edhe jetën për atë devotshmëri. Edhe tu lexuar patjetër dëshmitë e martirëve, që ka shpallë kisha 38 martirë, që tashmë janë bashkuar 40. Na lidh pak a shumë, na duket pak a shumë si një përjetim edhe joni, sepse priftejnë që nuk kanë mujt me çuaj Eukharistinë në shajt, për shembull, martirët që kanë vujt torturat më njerëzore, raste për shembull marjetutët që kanë futur me një masë në thes, pra na tregon se feja është la me xhak për me kanë sot në ditët e sotme. Edhe na duket si një farë dëshmi e gjallë, realiteti i gjallë që na duhet për me jetu dhe më bashku asaj. Është i dyti emision që dashje pa dashje dalim tek një devotshmëri e fetarëve. Janë këta dy shekuj që e shpërndajnë fejnë në çdo sfidë përpara, duke marrë parasysh çdo sfidë. Dhe unë nuk po them thjesht fejnë katolike, por edhe të fesë muslimane pa diskutim, dhe realisht i çmoj pa mas njerëzit të cilët besimin nuk e hoqën asnjëherë nga vetja, edhe pse kufejt edhe regjimi ishte i tillë për mos besuma, por se nuk e di ku e gjetëm, si duket jena i populli që e rritim filiz besimin edhe e vazhdojmë me ujisim sa bëhet pemë e cila fillon edhe me na dhanë frytet e saja, por na bën edhe hije kur është ai dielli shumë i nxehtë. Është pak metaforë kjo e thanën, por gjithsesi më vjen mirë që unë sot kam ty në studio dhe ti po e përçon me anën tënde të ndërgjegjes, në sensin me anën tënde të rrëfimit, me mënyrën se si ti e ke marrë dhe po e përçon. Dhe kjo është me të vërtetë gjallë. Po ajo që më ran sy sapo e mora në dorë ishte lumej uji të gjallë. Duke lidhur me pagëzimin, lumejt faktikisht janë ata që mund pagëzojnë, përmbajnë ujin e pastër, ujin e bekuar, aty ku gjën pagëzori menjëherë i pagëzojnë njerëzit pa pas nevojë për me bë diçka tjetër. Pse erdhi ky titull në këtë gazetë? Pikërisht edhe prej citimeve publike, por edhe ajo që ndoshta fillimi i fesë tonë vazhdon prej ujit, pra bekimit, pagëzimit që ne kena si rit për të hyrë në fenë katolike, por edhe citimi publik, siç e thash, por edhe për vetë faktin se pjesa gjeografike e Dajçit, pra territori gjeografik i Dajçit ndodhet pranë lumit, dhe pak a shumë këtë temë do të përngjash, këtë temë do t'ja venim sepse jemi krejt buz lumit, afër lumit. Edhe për këtë kemi edhe motive. Praktikohet ndonjëherë në një pagëzim ndaj që mund ta bëjmë edhe te lumi, po ndoshta thjesht për hir të një kohe. Jo. Ajo është e kisha si gjithmonë, siç i bëjmë prej fillimeve që kanë filluar kisha në Shkodër edhe një herë. Domethënë nuk është se përbahen për jetimet siç kanë qenë në fillim ose ato rrethënjat e hershme me Krishtin edhe këtej pastaj. Jo. Okej, do të ishte shumë interesante të kishim të tilla pamje. Ndoshta edhe brezit ri duhen disa gjëra për me pas fjala e Zotit shkon në gjitha mënyrat, por është më e bukur kur ajo rrjell si lumi, edhe shkon tek njerëzit si hir që e çon natyra dhe jo vetëm. Ajo
Ajo që unë nuk doja ndoshta ta cekja, por që se si ne do ta cekim, janë Krishtlindjen në torturat e burgut komunist. Është dëshmia atë Anton Lulit. Kjo është një prej artikujve që përmban kjo gazetë faktikisht edhe a mund të na thush diçka rreth këtij artikulli? Duke qenë se gazeta është botuar në fillim të janarit, pra ishte Krishtlindja e freskët, ishte e rutur në arkivat e famullisë një dëshmi e gjallë e atë Anton Lulit nga regjimi komunist, pra nga qelia e burgut. Edhe ndoshta përjetimi i Krishtlindjes nuk është thjesht atmosferat festive që ndezim dritat por na kërkon na duhet ta marrim si një dëshmi të përditshme. Pra ato çfarë kemi kremtuar, ta marrim si dëshmi të përditshme. Besoj se edhe ky artikull që kemi shkruar, që është me vend besoj, na ndihmon për me përçu më mirë, me kuptuar më mirë rëndësinë e Krishtlindjes fesë tonë, sepse ne jemi në atë liri, ndërsa atë Anton Luli natën e Krishtlindjeve përshkruan në një dhomë të errët, në qeli që besoj se s'kishte më pas më kur dritë, por arriti me festullë e Krishtlindje. Pra regjimi nuk lejoj me kanë i lirë për me shpall, por gjeti dritën për me përçullën e festu Krishtlindje. Dhe kjo është me të vërtetë gjë e veçantë. Uroj që realisht për publikun kjo e di që ti thu që është edhe në për platforma të tjera. Por përveç se me kanë në për platforma të tjera, unë mendoj që kjo duhet me kanë tek shumë kushtëshme. Duhet njerëzit ta lexojnë, ta shfletojnë. Është një fshat i cili i jep kontributet e tij vazhdimisht, qoftë edhe me njerëz si Manueli, me djem si Manueli, i cili sapo ka mbyllur një cikël të gazetarisë për gazetari edhe komunikim. Vazhdon ti ishe para me, kam zili për këtë, do të kisha dashur të kaj në vendin tënd. Por gjithsesi si ishte kjo eksperiencë për ty edhe e shoh se e ke vu me njëherë një jetë eksperiencën tënde, formimin tënd të universitetit. Dhe kjo më vjen shumë mirë, me kanë pjesë një redaksie të një gazete, e cila ka me kanë tashmë mendoj e përmujshme. Kjo është parashikuar të jetë të paktën një herë në 3 muaj, patjetër. Atëherë një herë, pa 4 herë në vit, okay. Duke promovuar ato aktivitete të famullisë edhe me ndoshta me një aspekt tjetër shpirtëror, fetar, me një histori shëtitësh, pa duke pas larmishmëri besoj të titujve dhe të temave që do trajtohet. Për me fol për atë ciklin e bukur të gazetarisë që unë kam mbyllur me sukses, ka një zgjedhje personale e bukur sepse mendoj se aty gjasha veten më mirë. Edhe me njëherë sapo e kam mbaruar, sapo jam diplomuar në famulli me pritje një si gazeti, një revistë që besoj e kemi arritur me shumë sukses. Duke pasur edhe eksperjenca tuaja në për televizion e private në Shkodër. Po, si gazetar të rrënjit. Si gazetar të rrënjit, je goxha ndihesh më shumë fushën tënde, mendoj, ëh? Po, pra ishte pak a shumë e kam përqafuar me një ide të mirë sepse ishte pjesë e përditshme e punës tënde. Edhe patjetër kam dhënë kontributin. E du një përgjigje të sinqert për të jetë, a duhet studentat sot të zgjallin gazetarin? Nuk po themi thjesht në Universitetin e Tiranës, në kena të Shkodrës, dhe unë të Shkodrës e shoh ai që ka më shumë deficite në këtë aspekt që i mungojnë studentat, të cilët duhet ta shohin si një cikël që duhet në rrugtimin e jetës, gazetariku dhe komunikim. E ti pse e them këtë Manuel, sepse jena dy brezat ndryshëm, unë edhe ti bashkë, ndërkohë që ti e ke marrë e kem mbyll, unë po vazhdoj deri edhe po jam në përfundim të tij. Edhe asnjëherë nuk është vonë me bë edhe një zgjedhje tjetër në jetë, mos më met me një universitet, me vazhdu edhe një tjetër. Prandaj unë po e them, a ke mendon se ke bërë një zgjedhje duhur dhe a ja këshillon studentave ta zgjallin si dek, po e du të sinqert, mos ma thuj sepse po shef këtë anën teme pozitive. Unë kam zgjedhur me çejf për vete, edhe patjetër që kushdo që më lyp një mendim, jam padyshim për po, sepse mundësitë që të ofrohen vetë taktika e punës, kur je për ditë në terren me njerëz afër njerëzve, besoj që patjetër duhet të ketë një ndjeshmëri të brendshme nëse është apo jo. Një thirrje të brendshme për me bërë një profesion të tillë. Zanati, gazetaria është arti i bëmit ma bukur sa çfarë. Përveç se gazetarisë të rrënjit, që unë jam e sigurt që t'i bën shumë mirë, të kam ndjek në disa aktivitete të ndryshme, kemi qenë së bashku në për promovime të ndryshme, jena neshti tashmë si gazetar, ndërsa unë edhe si dëgjuese, edhe si lektore, herë edhe për moderimin. Por tashmë je pjesë edhe një redaksie, dhe kjo nuk është gjë e vogël, me kanë pjesë një redaksie, sepse nuk po flasim thjesht për një gazetari që e kena televiziv, por tashmë dalim tek shtypi i shkruar. Shtypi i shkruar që me një frikë tonë gati e kishim në një
E kena në stadet ulta, kena shumë pak revista, kena shumë pak gazeta, ato janë disa grup mosha që i lexojnë, që i interesojnë kur rriten pensionet, atë përqindjet e pensioneve, dhe shumë pak. Por e shoh që një gazetë e tillë ose reviste, një famullie tashmë ka marrë një përmas tjetër. A ka një përgjegjësi të madhe kjo prej teje tash? Kërkon një përgjegjësi tjetër, një vëmendje tjetër, mënyra se si ti do ta lançosh në për gjitha mënyrat, në të gjitha platformat e mundshme. Patjetër, duke qenë se është edhe vëllimi i parë që kemi botu, kërkon patjetër një shpërndamje të mirë, domethënë që të mrin dorën do kujt. Për shembull, vetë famulitari është në një vizitë paritore në Itali dhe ka marrë disa gazeta 50-60 për me shpërndallë atje. Që besoj patjetër, sot e shohim që gazeta, revistat janë pak të dalura jashtë mode, por unë mendoj që jo, sepse ato e plotësojnë më mirë botën online, botën e digjitale. Dhe patjetër, nuk ka një të njëjtin emocion sikur ta lexosh një gazetë në dorë, sikur ta kesh për një platformë tjetër. Prandaj është për vend botimi i gazetës, por kërkon një promovim të duhur, sepse kjo do të jetë edhe në arkivat e dioqezës së Shkodrës, do mesin edhe si dëshmi e gjallë për famullinë, për pasimin e brezave, për vetë faktin sepse ka një rëndësi të veçantë dhe besoj se është nga përmbajtja, nga sublendi që kam rënë, do të jetë besoj me vlerë dhe ka një peshë të rëndësishme. E Shavelin duke çuar në fund këtë angazhim, duke u marrë me të gjithkohën sa herë që të ketë nevojë pastaj. Po, besoj që grupi i redakcisë që jemi aty, besoj se gjithë sa jemi aty jemi të përkushtuar për me arritë qëllimin deri në fund, pra. Derisa të ecim. Kemi një limit 5, 10, 2 apo 8 vite, por sa të jetë, do të jena pjesë e saj. Diçka që duhet me përcaktuar është se jo të gjithë pjesa e redakcisë shkruajnë. Ne kemi shpërndarë domethënë një shkrim, një redaktor duhet të jetë asistent për me ndihmu për me shkruajt, por aty ka shkruajt për shembull një grup që është pjesë e lexorit të Maris, një grupi tjetër lutje, nuk është se është vetëm pjesë e redaksisë. Okej. Domethënë që shtrihen në gjithë territorin e ka njerëz që japin kontributin e tyre, edhe po që janë pjesë e redaksisë. Po, që kanë dëshirë me shkruajt edhe ndihmohen edhe besoj. Çka pretendon? E the që janë marrë një pjesë dhe janë çu tashmë në përudhime që merr famulitari, po ku pretendoni me shkua dhe pse e mort këtë nisëm, domethënë. E kuptoj që ju doni me promovu punën që bëhet ndajç, por a pretendoni diçka tjetër apo thjesht nuk është vetëm çështja e promovimit, sepse nëse e shohim këtu, domethënë ka një balans mes promovimit që bën famullia, pra aktiviteteve të ndryshme që bën, por edhe në aspektin e atyre jetës shpirtërore që ka një jetë shajtnit, jetën shpirtërore, jetën kulturore, sociale, shumë çka tjetër. Besoj se kjo nëpërmjet afishimeve që kemi bërë ne nëpër rrjetet sociale shkon dorë në kujdo. Nuk është qëllimi jonë të kemi të shkojnë deri në Amerikë deri në ne, por për shembull unë kur po shpërndarim në pas meshit gazetën, një grup më bëri shumë përshtypje kur më tha që unë kam shkuar në Amerikë me çu dhe vajzë dhe djalit, pra. Kjo është shumë interesante. Shkon sepse vetë jeta ka të tillë, pasi pjesa dërmuese e Dajçit janë emigrim her pas here edhe prindërit për këtu shkojnë atje dhe besoj se gazeta don vetëm një jetë mirë për ta lexuar, për të përshtatur me të, sepse më rrin në dorë me sa kujdo për ta pasur. Po më vjen mirë që e ceke disi temën e emigrimit, më duket sikur këtë vit e kam filluar me temën e emigrimit, edhe unë nga që është një plagë shumë e thellë në Shqipërisë emigracioni, se është të cekun shumë nga emigrimi zona e Dajçit. Shkollat a janë të paktën në atë zonë aq të popullume sa kanë, apo kena për aty në që dhe po mbyllën nga shpopullimi? Në fakt, në Dajç kanë ngelur vetëm 2 shkolla. Një shkollë sa ka pas më përpara? Paktën me hamendsi. Për çdo fshat ka pas një shkollë, pra ka pasur rreth 5 shkolla, por gradualisht në vite kanë filluar të mbyll, por tani për momentin janë 2. Një që është në Shirçe, një në Dajç, bashkë me gjimnazin e bashku, që kanë edhe klasa kolektive, por pjesërisht ka një numër të mirë nxënësish që vazhdojnë të ndjekun në çdo ditë. Derisa janë 2, duhet me pas një numër të konsiderueshëm normalisht. Por domethënë edhe aty është reduktuar numri i nxënësve. Patjetër, se çdo tjetër të Shqipërisë besoj se edhe Dajçi është pjesë e këtij fenomeni që është emigracioni. Nuk ka mujt të shpëtoj dot sepse njerëzit e zgjedhin për një jetë më të mirë. Si një gazetar i terrenit të ka rastis ndonjëherë me kap temën e emigracionit, edhe ndoshta edhe me po në një këndvështrim tonin. Në fakt nuk i kemi kushtuar në reportazh të veçantë, por në çdo fshat që shkonim për të bërë lajme, çdo ditë takonim
paktën ajo që më ka bërë më shumë përshtypje që dhe më ka prek si gazetar të terrenit, por si rri është se her pas herë ishin plot të moshuar që kishin një moshë goxha të madhe që kishin ngelur veten, pra njerëz vetëm dhe mosha e tretë, domethënë, e cila disa fshatra që janë të prekur tepër, pra kanë një kuptoj. Aspektin që kanë më tepër goditje nga ky fenomen e emigrimit. Ma shuj një kuriozitet, sa mirë nuk të mori kjo vala e emigracionit, se ju djemt me zi që prisni, të marroni shkollat, të verni rrugën e botës, gjatë që është një hovë që unë janë nali idealit tem. Ti si përballove këtij tullnimit mbrëmshëm? Gjithmonë që më nejnë në vendin tem, me kontribun në vendin tem, nuk e kam pas asnjëherë një ambicie të tillë ose dëshirë të madhe për me ikë. Edhe pse ndoshta shokët e mi të ngushtë janë pjesa kanë tentuar me tunu edhe me të shoh. Her pas herë bëjnë thirrje, por unë jam gjithmonë për me qëndru këtu. Mendon që kemë vazhdu këtu për me rrugën e profesionit, tashmë ke filluar edhe me një redaksi tjetër, e shoh që do ngulsh rraj këtu. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Për sa i përket universitetit, si ishte për ty eksperjenca e gazetarisë? Dhe a mendon që me vazhdu me ndonjë master, doktoraturë ose diçka tjetër, apo po shef për ndonjë tjetër hapësinë? Nuk kam ndonjë plan të veçantë për momentin, por vitet e si ishte rrugtimi i gazetarisë? Rrugtimi, vitet e gazetarisë aty që kam bë, ka kanë impresionuar. Po them tërheqës, për arsye se kena pas kurrikula të veçanta që kena zhvillu, ndoshta her pas here të terrenin, praktikat, njohja me të vërtetën në botën e gazetarisë her pas here dhe pas paraardhësve tanë që kanë thënë her pas here. Anuel, terrenin e ke prek me një herë mas shkollës, unë e di, ndoshta edhe gjatë shkollimit. Është një vërtet tjetër kur e prek faktikisht, unë nuk jam fort e terrenit, nga që e shoh se gjendja ime emocionale nuk e përballon, edhe ndoshta du me najt pak komod në këtë pjesën time, gjithmonë do kam me dal një ditë për i komoditetit, nuk diskutohet, por po i qëndroj komoditetit tem sa ta shoh të arsyeshme, por si është me cek terrenin, me cek realitetin shqiptar, me cek shumë çka të cilën ne nga një herë kena pa thjesht përmes një ekranit. Nërsa tash ti e prek vetë me dorë, edhe unë e prek, e ceka, sepse kam kolegë cilët i diskutojmë pa fond. Por ama si është për ty, si ishte për ty kë kapërcimi? Me një herë, për i bankave të shkollës, për aty ekranit që ne ishim mësume e pa, si spektator tashmë ti je pjesë e ndërtimit të aty në planeve, të aty në reportazheve, të aty në emisioneve, ose lajmeve që vijnë nga kanët ndryshme të Shkodrës. Në fakt, kur ishim studenta mendoshim se do ishte degë bukur e thjesht, pra kërkote një angazhim ndoshta minimal, kur përballesh vetë me terrenin, pra kur je vetë në terren, e kupton se realiteti nuk është krejt si në faqen e shkruar. Pra kërkon një impenim më të madh, patjetër është një njësi e jashtëzakonshme kur je afër njerëzve, kur punon me ta, ato të njohin, i përshëndesin, por ka një angazhim të maksimal sepse është e vështirë të t'i fshesh ato ndjenjat e emocionit, por është edhe vështirë të ikesh nga bota atyre që kanë probleme me halle ndryshme të vazhdueshme. Pra duket sikur një farë piket një gazetar të rrenit, besoj për unë personalisht për vete, edhe kur ndoshta kthehemi në redaksi, edhe kur jam në jetën time personale, duket sikur një pjesë zemrës ose një pjesë tjetër se kam lënë aty, ku kam bërë. Atje ku ishe për me bërë një lajm ose një gjë tjetër. Për bërë një kronikë televizive. Pra bërë një kronikë televizive. Dashje pa dash të përfshin në aspektin e brendshëm edhe profesional të punës. Me herën e parë që ke qenë në studio, je dikush tjetër, totalisht. Edhe unë them këto janë gjurmët e universitetit edhe jo vetëm. Janë gjurmët e një njeriu të përgjegjshëm, janë gjurmët e një njeriu që merr përsipër tashmë nisma të guximshme dhe jo vetëm nisma të guximshme, por edhe përgjegjësi të mëdha. Më pëlqen që kemi vazhduar me kanë pjesë e këtij qyteti. Një hallk që i duhet qytetit. Më vjen mirë që sot në studio në pata mundësi për me thanë, me sjell një djalë që ka fillu me dhanë një kontribut për këtë qytet. Realisht do të kisha dashur shumë të ri që mos të marrin rrugat e botës, sepse vendi jonë është i jashtëzakonshëm. Vendi jonë është një prej atyre që nuk ka me të bëhet dhe asnjë tjetër. Kudo që të shkosh, sado lehtësisht ta mendosh, absolutisht nuk është kaq e lehtë sa ti jesh në vendin tënd. E di, sfidat janë të panumërta. Kudo në çdo vend të botës ka sfida të panumërta. Ama ti e para
gjë që të duhet është një gjuhë tjetër për më i përballu këto sfidat e panumërta. E dyta gjë është një ambient me cilin ti duhesh të adaptohesh. Edhe na kena shumë të lehtë adaptimin, faktikisht si shqiptar jena shumë social dhe kena të lehtë adaptimin, por ku ka më bukur se ton këtë bagazh, siç është ky djalë, edhe ka shumë si puna e brezit ti që tashmë edhe ky brez që sapo e ka mbyll gazetarin, po janë të gjithë të përhapur në televizione të ndryshme, jo vetëm në Shkodër deri në Tiranë, të cilët japin kontributin e tyre. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme. E kam prit gati këtë ditë sepse kam qysh në fillimet e emisionit Pena e Shkodrës që promovoj zonat e ri me letërsinë shqipe. Por jo vetëm letërsinë, jam fokusu të rive që kanë dëshirë për me kontribu në vendin e tyre. Faleminderit që ti je i tillë, realisht unë po ta them me shumë mirënjohje një gjatë tillë. Shumë i respektshëm, por edhe një djalë i cili tashmë nuk e merr parasysh sfidën, por shef atë të bukurën që po sjell. Edhe e bukurë që ka sjell bashkë me një redaksi ton dhe me në kry dom Drita Ndocin, po ta lash ty me thënë, faktikisht ne e përshëndesim, faleminderit që i ke dhënë za një zonë tjetër, një zonë që i duhet dhënë za, një zonë që duhet promovohet për shumë çka, jo vetëm për këto të cilat jep famullia, jo vetëm për risit që ka famullia e kësaj zone, po për gjithçka që përmban kjo zonë. Unë them që ta vizitojmë her pas here, pse jo? Shqipëria është e bukur, Shkodra është e jashtëzakonshme, është perla e Shqipërisë. Mendon se kena ba krejt këtë misionin e kena çu deri në fund sot me këtë gazetë? Misionin e promovimit kësaj gazete. Është gjaja më e bukur që kam bën studio me promovu një gazetë e cila vjen nga një zonë e qytetit Shkodrës. U ju uroj shumë sukses, Emanuel. Shumë faleminderit edhe për hapësirën televizive. Faleminderit për fjalët. Besoj se ma shumë se fjalët tona është ajo që kemi shkruar, dëshmia që besoj do e përqafojmë emocionalisht për ta lexuar, për ta pasur në dorë, për të reflektuar, për të ndalur her pas here në shkrimet e në artikuj që mban brenda. Është një gazetë e cila i përket një famullie në zonën e Daqit. Du me e lidh me një diçka tjetër, përveç është një gazetë që i përket një famullie, është një gazetë e cila promovon familjen. Jam një person që mbështes shumë familjen e shajt. Unë e di që do të kena në numrat e ardhshëm, ka me pas artikuj të dedikum. Patjetër pse jo, sepse familja është thelbi faktikisht. Është ai trau kryesor i një qenie njerëzore e cila e man një shoqni. Edhe kjo nuk duhet faktikisht me na u lëkund. Kur lëkundet familja, kur ai trau fillon edhe kërcet, shumë gjana nuk funksionojnë, shumë hallka nuk funksionojnë. Po përmes këtyre gazetave edhe përmes zanit shajt të çdo gazete, të çdo feje, unë mendoj që ne kena me bë një mision tjetër. Edhe përmes këtyre mikrofonave kena me përçua atë që është tamam e bukur. Me kanë një shtet i fuqishëm, sepse njerëzit kështu, hallk mas hallke krijohen ato shtetet e fuqishme. Unë mendoj që ne mundena në Shqipërinë për me dhënë atë pamjen që ne dona. Jam shumë e sigurt për këtë. Ju uroj sukses edhe një herë, së bashku ne do të ritakohemi të shtunën tjetër pa diskutim. Edhe e di që kam me pas diskutime pak më të nxehta, por pse jo? Brenda kësaj studio, diskutimet për letërsi, diskutimet për libra, për autor të ri, edhe jo vetëm, janë të mirëpritur, edhe jo vetëm. Mirupafshim miq, së bashku të shtunën tjetër. Manuel, mirupafshim. Faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit për ju.